Sipas doktor Astrid Jahjaga, alergolog dhe imunolog klinik, shpjegon se ajo që duhet pasur parasysh është fakti se alergjia duhet të kontrollohet, pasi që ajo nuk shërohet. Pastaj ai tregon edhe faktin se në vitin 2025, sipas disa analizave, kjo sëmundje do të përfshi 50% të banorëve. Alergjitë shkaktojnë reaksione të lehta, të mesme ose të rënda. Të gjitha mundemi të kemi reaksione të rënda që ne i quajmë rastadin më të fundit ose anafilaksin. Kryesisht ekspozimin në alergjen, domethënë në sasi të madhe të alergjenëve, po marr parasysh atë në inhalator, që mund të shkaktojë një status astmatik ose probleme astmatike, ose të rastet kur kemi të barrat, medikamente të ndryshme, që janë shumë të rrezikshme, ne shkaktojnë edhe anafilaksin, që është një gjendje shumë e rëndë mjekësie dhe ku duhet një intervenim emergjent dhe kujdes intensiv të ushqimet të ndryshme që shkaktojnë reaksion anafilaktik, ose edhe të insektet që kemi të pickimi i bletës, grezës e tjera, që atë mund të shkaktojnë reaksion anafilaktik që janë reaksione shumë të rrezikshme. Qytetarët janë shumë të interesuar. Marr mend që ka pas një mungesë deri dikun, po mendoj që do të kompozojmë tash në të ardhmen. Nevojat janë shumë të mëdha, tash po hym sezonin e polenit, tash vetëm i kalum ditë të ftofta, tash më njerëzit fillon përmirësimi i motit, siç u thash më herët, fillon sezona me drurit polenizimit. Edhe tash kemi probleme të mëdha. Domethënë, gjithë ato simptomat që i përmenda më herët që bisedum gjatë bisedës, me rrjedhje të hundëve, krumje të syve, koll, të shtim të paspjegueshme, domethënë që eliminojmë pjesën infeksioze, automatikisht duhet mendojmë për probleme alergjike. Mos flasim probleme të tjera, domethënë të ushqimore të tjera. Ai me këtë rast flet edhe për këtë sëmundje, duke shpjeguar se janë 3 parime që kjo sëmundje kërkon. Alergjitë janë sëmundje të cilat në kushte normale të individët të tjerë nuk shkaktojnë të lashe. Këtu janë disa substanca të cilat të individët të cilat kanë potencialin gjenetik ose shumë sëmundje gjenetike trashëguese, pa marrë parasysh është një gjenatë ose 2 më herët, edhe çdo herë nuk ka dallim në moshë. Domethënë zakonisht paraqiten në moshat e reja deri në moshën 10 vjeçare. Çdo herë duhet me qenë kontakti i parë me alergjen. Alergjen janë ato substanca që na shkaktojnë neve reaksione alergjike. Domethënë duhet me ekzistuar kontakti i parë me alergjen për me provoku reaksionin alergjik. Zakonisht tek këto, për që përmenda për polen, për shembull, duhet me qenë një sezon përpara i ekspozum. Ose te medikamentet ose te ushqimet, domethënë duhet me qenë në kontakt me një ushqim ose me një preparat i cili ka shkaktuar reaksion alergjik, e çdo reaksion tjetër pastaj do të jetë reaksion më i vrrullshëm dhe më i fuqishëm. Doktor Astriti tregon se pacientët e prekur nga alergjia fillojnë që në pranverën e hershme, e pastaj kjo vazhdon me kohën e drunjizimit në kohën e barishtave, duke përfunduar me atë të shkureve dhe së fundmi edhe me pluhurin e shtëpisë. Alergjitë janë sëmundje, me thonë, që janë në rritje të madhe, sidomos në vitet e fundit. Sot me statistika perëndimore, llogaritet çdo i 6 në vendet perëndimore që vuan nga ndonjë problem alergjik. Alergjitë i kemi të gjitha llojet të ndryshme të alergjive që mund të vujt pacienti prej tyre, duke filluar prej atyre që janë prej polenit. Poleni fillon, domethënë sezoni i polenit fillon fillimisht me drunjt, pasohet me barishtet, vazhdon me shkurët. Kështu që gjatë vitit mandej kemi edhe alergjitë në pluhurin e shtëpisë ose akaline. Këto janë ato që ne i thojmë aeroalergjen, të cilat barten me ajër dhe mund të shkaktojnë probleme të ndryshme te pacientët. Përveç këtyre kemi alergjitë të ndryshme, kemi alergjitë tjera, kemi alergjitë në ushqim, kemi alergjitë në medikamente të ndryshme, duke filluar prej medikamenteve, kontrastet e tjera, domethënë gjitha produktet që aplikohen sot në mjekësinë moderne, edhe alergjitë e kontaktit, alergjitë sa kemi domethënë kontakt përditshëm, duke filluar me alergjitë në materiale të ndryshme, në preparate të ndryshme, në vendet punës e tjera. Ai duke folur për vetëdijsimin, flet se pacientët tashmë kanë filluar të kuptojnë se kjo është sëmundje shekulli. Që pacientët janë më të interesuar, po mendoj që një rol duhet me luajtur edhe ne, edhe ju, edhe ne stafi mjekësor, po edhe ju si media, që të jemi më shumë të dijshëm, pasi që është një sëmundje që është në evoluim me sipër. Edhe ka rritje enorme, domethënë, në vitet e fundit. Popullata është duke vetëdijsuar, edhe po interesohen, edhe është shumë më mirë kur edhe popullata, edhe pacientët domethënë, edhe lexojnë, atëherë janë pak të përgatitur edhe mandej komunikojnë me mjekun. Alergjitë janë sëmundje, siç e thatë ju, të cilat nuk kalojnë. Unë i them janë si valët e detit, ka përmirësime, ka përkeqësime. Varen prej sezonës, varen prej moshës, varen prej gjendjes pacientit e tjera. Po kryesisht
alergjitë janë të kontrollueshme. Qëllimi i alergjive është që ne ti mbajmë ato në kontroll edhe ato asnjëherë të mos e marrin kontrollin, që mos vinë të komplikimet më të mëdha që mandej kërkojnë shërime ndoshta kujdes më të madh. Për të gjithë pacientët që ka nevojë për kontrollimin e alergjive, këtë mund ta bëjnë tek doktor Astrit Jahjaga, algolog dhe imunolog klinik, që për fat tashmë kanë edhe prizrenazit dhe të tjerë nga regioni të kenë mundësinë e kontrollimeve tek doktori të hënën, të martëve dhe të mërkureve nga ora 16 deri në orën 19 në rrugën Gjem Gostivari numër 6. Doktori pohon se është në gjendje gatishmërie gjithmonë të jetë në shërbim të pacientëve. Pra tani e tutje, nuk keni nevojë të vuani më nga alergjit, për ju është doktor Astrit Jahjaga, gjithmonë i gatshëm për të qenë në shërbimin tuaj, me një përvojë të madhe të marrë në Gjermani, Evropë e tani në Prizren.